Pas rreshjeve të fuqishme të fillimi janarit, Bashkia e Gjirokastrës ka punuar për rikthimin në normalitet në qytete edhe në zonat rurale. Nënkryetarja Marilda Lela i tha se situata po menaxhohet nga afër. Në disa akse rrugore të fshatrave, ndërhyrjet emergjente kanë përfunduar, ndërsa puna vazhdon në njësinë administrative e Audrie, ku dëmet janë më të thella. Në Bashkinë Gjirokastrës, rrugët rurale janë të kalueshme. Problematik na mbetet Labova e Madhe, ku ne po bëjmë një ndërhyrje intensive për të krijuar një aks të ri provizor. Grupet e punës po punojnë, pasi nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, nga raporti paraprak, aty është vlerësuar për të bërë një studim i plot gjeologo-inxhinierik, pasi duhet bërë projekti plot dhe studimi plot për të parë nëse ky aks do mbetet, pra do ribëhet, apo do shikojmë për një aks të ri. Gjithashtu edhe në Mingull është punuar dhe rruga sot është e kalueshme. Punonjësit e shërbimeve dhe emergjenca civile janë në terren monitorim, pastrim të rrugëve, pasi kemi rrëshqitje sipërfaqësore të vogla të cilat duhen monitoruar dhe pastruar vazhdimisht. Kemi rreshje shiu të cilat nuk i kemi në favor. Edhe në qytet, ndërhyrjet kanë qenë të menjëhershme, sidomos në lagjet Manalat dhe Granic. Aktualisht rruga në Granic është stabilizuar, ndërsa në Manalat priten vlerësime nga specialistët e Institutit Gjeologjik. Situata sot që flasim në granicën e sipërme është bërë rruga e kalueshme, pra mjetet qarkullojnë. Në Manalat nuk është bërë akoma pastrim i pjesës së kaldrëmit, pasi ndërhyrja aty do jetë pjesore. Rekomandimi nga Shërbimi Gjeologjik është po njësoj që aty duhet një studim i plot për të bërë projekt i plot i rrugës, duke pasur parasysh që kemi dhe rrjetet e ujësjellësit e rruga e sipërme. Një vëmendje e veçantë është kushtuar edhe banesave të rrezikuara, ku 6 familje të evakuara kanë marrë mbështetje me bonus qiraje nga Fondi i Emergjencave, ndërkohë që për bizneset dhe banesat e prekura nga rreshtet e 6 janarit janë përpunuar rreth 150 proces verbale, të cilat do të shërbejnë për dëm shpërblime në thirrjen e Ministrisë së Mbrojtjes. Të dyja grupet vazhdojnë inspektimin në terren, pasi kishim shumë biznese po edhe familje të dëmtuara nga rreshtet e datës 6 dhe 7 janar, dhe në këtë moment që flasim jemi në fazën e konstatimit. Nga Ministria e Mbrojtjes për emergjencat civile janë hapur fonde dhe thirrje për të aplikuar për infrastrukturë, për mjete, për cilat ne po plotësojmë fishat. Strukturat vendore dhe specialistët vijojnë punën në terren, sidomos në zonat problematike, ndërsa apelojnë për kujdes të shtuar në rast të rreshjeve intensive për të shmangur rrezikun për jetën dhe pronën e banorëve.